Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që na bashkon, është një ëndër që na fton. Zonja kryetare, nderuara deputetë dhe deputet, duke ardhur, mora fjalën se duke ardhur këtu, pash deputetet e Partisë Socialiste me çadra, po në krye të tyre pash 3 figura të tashëm, të urryera, jo vetëm për popullin shqiptar, por për gjithë socialistë ndershëm, duke filluar që nga Ruçi, Balla dhe i vogli. Bëjnë protest për Ballën. E kanë dëgjuar në parlament, kërkon fjalën e lirë, vetëm për fjalën e lirë nuk fleta njeri. Ai ka kërkuar gjatë gjithë kohës gjëra të tjera, por nuk ja ka arritur dhe nuk ka për t'i arritur. Ai të tregoj edhe para shqiptarëve, sepse ka ikur koha e semaforëve, po të tregoj para shqiptarëve se kush e ka parë dhe pse breth rrugëve të Turqisë. I dyti, Ruçi, u thinj, në Greqi disa njerëz shqiptar, patriotët tanë që punojnë, më thanë që kemi parë në 96-ën apo në 97-ën një zonjë që ishte Ruçi me fustane, që ishte plaka me shëntuar shqiptar. Dhe zoti Braçe, xhepisti i xhepisti që në 96-ën, më fal, në 96-ën e goditën qytetarët e Beratit, po fut sherr brenda socialistëve, e pat edhe para disa ditësh. Ai siç e ka nisur, ashtu do të bitiset, është rrugaç, ju bëj thirrje të gjithë vëllezërve shqiptar, ju bëj të distancohen nga këta 3 edhe në Lakuriçi. I Lakuriçit në gjëbësimin që e ka në kryet partisë tyre. Unë jam testit në Shqipërisë, shqiptarët e financimin e Boshit Jugut nga shteti i Kuvajtit apo dhe nga qeveria shqiptare. Them jam i lumtur sepse i qartë i majt i ngrenë gjep do të marrin frimarje jo vetëm në realizimin e kësaj ëndre, por do të marrin frimarje në zgjedhjet e ardhshme lokale. I vetë në qartë i majt në një njësi vendore në Berat dhe në Kuçov në zgjedhjet e ardhshme lokale do të marrin 56 njësi vendore. Si deputet i qartë të Beratit, por me qenë se në këto 4 vjet kanë drejtuar dhe jaman me 3 fushata, në 2005 si kandidat për deputet, në 2007 si kandidat dhe kryetari i komunës më të madhe të qarkut të Beratit, por edhe tani si deputet i qarkut në takimet që kanë bërë me banorët. Qendra Skapari deri në Kuçov kanë dëgjuar nga ata që të gjithë pjesa më e madhe e deputetëve, sidomos se të majtëve vinë, premtojnë dhe mashtrojnë këtë popull. Dhe nuk kemi besim të kjo lloj politike. Unë nuk kam thënë, keni besim të Partia Demokratike, votoni Partia Demokratike, sepse për 4 vjet financuan 20 miliard lekë për qarkun e Beratit, sa që qeveria socialiste për 8 vjet, ku deputetët e Partisë Socialiste të qarkut të Beratit kanë qenë 6 deputet për 8 vjet, kanë qenë mbi 4 ministra dhe nuk kanë bërë gjë për atë popull. Unë do të azije në radhë të gjitha komunat që nga Kozarja, Perëndia, Bashkia Kuçov, Komuna Kutali, Poshnje, Sukamlat, Tërpansi, Luma Setlak
Venabisht, Vërtop, Bashkia Uvajgore, Bashkia Berat, Komuna Qepan, Komuna Zep, Komuna Begov, Qandër, Bashkia Qerovod dhe Bashkia Peliçan, të cilat janë të majta dhe se shteti do të kthehen të djathta sepse kanë qenë të zhgënjura nga 8 vjet të qeverisë së Partisë Socialiste. Kanë premtuar investime, po bene dihet gjithë banorët e qarkut të Beradit, që deri tani kanë marrë mbi 3 herë takime, duke filluar nga Ministri i Transporteve, Ministri i Brendshëm, Kryeministri dhe Ministrët e tjerë investime në infrastrukturë, në ushqim, shëndetësi, arsim e meral. Dhe këto investime pothuajse kanë filluar dhe kanë bindjen që do të jepen, duke filluar nga premtimet. Kozare me Fjeshegan, rruga e Kuçovës me Belshin në Elbasanin, kthesa e Naparras Lunasit, ka qenë kthesë e vdekjes. Në takimin ku mbi 10 veta ka vdekur për shkak të aksidenteve. Në takimin që pata me kryeministrin, në u dha urdhri për financimin e kësaj kthese dhe në 30 prill do të bëhet festa 500 milionë lekë e kësaj kthese. Po përveç kësaj, unë nuk dua që ta zgjas, po dije dhe pa dije kanë dëgjuar pikpaketimin që nuk do të shaqefti që kush po bën aktrim, nuk bën aktrim me popullin, se Shabanxhiu nuk e lidh gjë me popullin e Beradit, po bën aktrim me kryetarët e radhës të Partisë Socialiste, sepse i ka mashtruar të popull duke thënë: Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e dënon popullin e Beradit. Nuk e do këtë popull të Beradit. I heq fondet e Shkodrës. Berati i ka dhënë provat edhe në vëzhgjet kosovar, edhe në ngjarjet aksidentale që kanë ndodhur, që është i popull bamirës, dhe vëzhgjet ta Shkodran nuk kërkojnë vetëm ato fonde, por kërkojnë dhe fonde të tjera, sepse ishin ata në fatkeqësinë më të madhe. Dhe qeveria shqiptare, Kryeministri i Shqipërisë, ka dhënë dhe po jep financime praktike edhe premtimet janë të plota, siç është rruga e Kabinonës, rruga e Temerit, rruga e Roslikut, investime Bashkinë e Beradit, ura e Lumasit dhe shumë investime të tjera që janë premtuar nga ministri dhe kryeministri i Shqipërisë. Por unë do të thosha kryeministri i Shqipërisë është një rrugë në Tomor, është një rrugë e Abazaliut, është një rrugë me mira veta në gusht që ka lënë pelegrinazh në gjithë Shqipëria dhe në diaspora. Përfundohet atë rrugë. Të ka bekuar Zoti i 10 vjet drejtues i shtetit shqiptar, bëhet atë rrugë të bekuar atë pelegrinazh dhe Abazaliut së vetës dhe 10 vjet të tjera në krye të këtij vendi. Tjetër, jo të sfidë, as për Kashëmet, në datë 30 prill, ftoi kryeministrin e Shqipërisë publikisht që të vinë në Berat, dhe të gjitha kamerat të filmojnë në ajri dhe në toka, të shikojnë se si bën mitingjet këta të Partisë Socialiste që harxhojnë miliona lekë, protesta për destabilizim, për pengimin e reformave dhe si të shikojnë se si do të priten shëritat, si ai populli ndeshur në lajë, do të presin me këngë orale kryeministrin e Shqipërisë. I ftoi këta deputet Partisë Socialiste në sfidë në zgjedhje të ardhshme, dhe këtu do jemi, do shikoni që Berati për parë do të kthehet në Berat blu. Faleminderit zonja kryetare. Siç e shikoni, edhe nga lartësia, mandati i tretë i PD-s në qarkun e Beratit qëndron më lart. Kështu që pavarësisht se i katri i qarkut të Beratit i PS-s, i cili sapo vjen dhe po dobësohet me pa pikë turpsi, thot kryeministri tik, ndërkohë që qytetarët e Beratit kanë vite që i thon ik, largohu nga Berati. Foli një fjalë në anglisht, deal, jo se unë e di mirë, po deal do të thot marrëveshje, jo pazar, as në turqisht, kurse unë po i them këti, a e ditish do të thot pink, pocketing, thua, e provove dhe këtë stil në datën 30 qershor, ku luajte rolin e komisionerit të Partisë Socialiste duke u futur në mbrapa Pallatit Kulturës, se kujton se syri i qytetarëve të Beratit nuk të shikonte me tuf letrash, duke i bërë presion krenar Sukut Socialistit më të ndershëm dhe antarëve tjerë të komisionit që të ngrinin zërin dhe që të bënin
pisliqe në një kuti të fundit, që ishte kutia e Uznovës, që ajo kuti dhe po të hapej përsëri Partia Demokratike mandati 3 ishe i fituar. Si mendoni ju? Qarku i Beratit, bastioni më i majt në Shqipëri, i vetmi qark i majt, ku Partia Demokratike ka vetëm komunë më të vogël në Berat. Berat ku çov 14 njësi vendore i ka Partia Socialiste. Si mendoni ju? Të lënë ata kryetar bashkie, nën kryetar, drejtues PS-e, të marrësh vota? Jo dhe jo. Po ky i vogli, çfarë bëri? Iku në Berati. Vajti nuk u çov. Do të hapen kutit sepse ka frikë se e ka futur Erioni tjetër në Thënënçit, mund t'i ketë marrë në i votë. Bëhet fjalë për mandatin e 4, mandati 3. Si mendoni ju se po flitet për Beratin? Nuk janë mbush syrin unë? 2000 vota në komunën e Otlakut, na 500 që merte në vite Partia Demokratike dhe të tjerë. Është faji këtyre, kundër të majtës, kundër të djathës, kam luftuar dhe në 2005 dhe 2007. Dhe është faji ti që sot Partia Socialiste është në minorancë. Por, unë do t'ja fund Berati, se Berati dhije tashëm që pret ndryshime dhe i vogli kishte shpresuar në pazaret për të bërë dhe Ministrë Transporti. Imagjino krahasohem me Oldashin. Pra, një gjë qesharake për të gjithë shqiptarët. Populli Beratit një urë në komunën Lumas, ku fshatrat e tërë rrinë në dimër nuk kalojnë, nuk e bëri për 8 vjetë. Për 1 vit, 2 vjet do të bëhet ai urë nga kjo qeveri e me radhë. Tani unë do të ndalohem edhe në disa shpreje dhe fraza që janë përdorur zonja kryetare e Kuvendit, edhe në seancat e tjera kur Partia Socialiste ka marrë fjalën këtu, që nga zoti Ruçi, Dade dhe të tjerë, unë të kam kërkuar fjalën, pavarësisht në batutat, duhet të ndalem në disa fenomene. Morali politik, tha zonja Dade. Ta shikojnë moralin politik dhe moralet e tjera tek Rushdiu i tyre, që e ka në krye të PS-s. Qëndrimi në këmbë, thot, i qeverisë Berisha. T'jesh e sigurt, zonja Dade, që qeveria Berisha do t'jetë deri të paktën në 2017, sepse me atë që keni në krye të PS-s që është jashtë parlamentit, e zgjodhi vetë, dhe me këtë që keni në krye të grupit parlamentar, i keni dhënë oksigjen kësaj qeverie dhe për 8 vjet qeverisje. Këtë e din edhe njerëzit tuaj të opozitës. Unë dëgjova zotin kryeministër që tha, më duket tha se në 96 disa apo ndonjë mund të ketë ikur me rroba grash. Po them që edhe në 2013 kur të humni, mos e përsërisni këtë gjë, po hajdeni, largoni Rushdiun nga kreu i PS-s se ju ka marrë peng dhe hajde së bashku të punojmë. Tjetër, për kutit e Rushdies, qesharake, batutat. Unë do ju bëj, ashtu si që ben ju baste, apo e oferta, do ju bëj dhe unë një ofertë. Kam folur me disa deputet tuaj dhe thonë jemi dakord me këtë ofertë. Kam folur me deputet të PD-s dhe këta janë dakord, vetëm si ka marrë mendimin kryetarit Partisë Demokratike dhe disa të tjerëve. Po të hapet ajo kuti, do të jeni ju dakord, do të jeni dakord që ajo kuti është me shumë probleme, po thyet dhe kushtetutën, po thyet dhe vendimet e gjykatës. Unë jam dakord që të hapet ajo kuti. Është kuti me probleme falsifikuse e me shumë gjëra tjera. Që dhe po të hapim këtu, do të hapim, po, do të them unë, dhe po të hapim këtu, merren ju vendimin më pas, në bazë të kushtetutës për ta djegur atë kuti, se duhet ta dini. A e dini ju kush është kuti? Është kutia e mendjes së Edi Ramës. Largoheni sa më shpejt. Së fundi, a e dini ju që jeni në opozit? Jeni në opozit, do më gjeni, do më shikoni në të gjitha sfidat elektorale. A e dini ju që lufta brenda llojit është më e keqe, se ne kundërshtarin kur e dim luftojnë derisa të fitojmë. Por ju e keni brenda vetes tuaj. Ju e keni duke filluar që nga lideri juaj historik, që disa prej jush janë këtu, se të rinjt i ka zgjedhur Rushdiu tjetër, pra disa prej jush i bëri ministra, kryeministra, si pasojë edhe miliardiera në kurriz të legëve të popullit shqiptar. Dhe ju çfarë i bët? I vut shelmin.
jo vetëm atij, po Mejdanit, Pëllumit, po çfarë bë tjetër? Edhe luftë tjetër brenda llojit, edhe LSI-ja, se para kem në mbarun, që erdhi këtu, edhe LSI-ja, çfarë bët ju? Çfarë bëri LSI-ja? 30 autobusa kanë prurur në 2007. Kam qenë kundra LSI-s për bashkëpunim të majtën. I prura 30 autobusa në Pallat Sporti dhe çfarë bën? Zoti Meta, merr prej dore baren, jo baren e krimit organizuar, por baren që e pat aty me punonjësit e bashkisë me plera. Dhe i thot, mbrojti gjethen e figut të Ramës, u bë kryetar bashkie, doli pa bes, edhe këtu kur ai ishte në grev urie, ju nuk i jepit as dorën. Prandaj, unë do të them gjithë shqiptarëve dhe banorëve të qarkut të Beradit. Po patët kurajo, ardhje së bashku në sfida elektorale dhe u po premtoj publikisht që Berati në një komunë do të marrin 5 apo 6 njësi vendore në qarkun e Beradit. Faleminderit. Faleminderit, zoti lektor. Qornoni, 5 minuta. Faleminderit zonja kryetare. Megjithse ky megafon më duket si megafoni i prishur i Bashkisë Tiranës. Megjithse rrallë, po për mall thot populli, them rrallë pasi në krahun e majt ka mungesa, edhe duhet një indicje për të folur, dhe vetë ju mendja më vete edhe tek i vogli, por edhe tek deputetët e Bashkisë Tiranës. Marr fjalën sot, meqense në 5 njësi vendore, por në komunën e Otlakut, ku për herë të parë, siç e thash edhe në fjalimin e parë, Partia Demokratike mori 2100 vota në 400-500 që ka marrë në vite. Dua të them që me gjithë thirrjes për bojkot që bën i vogli, i gjati e të tjerë, t'jeni sigurt dhe ju ftoj ju të gjithë si media që ta pasqyroni, ta filmoni që do të marrin pjesë mbi 3000 votues në komunën e Otlak, nga fshati Mëmalor Qereshnik, Virion, Dyshnik, Orizaj, Otlak, Morav dhe Lapardhaja Blu. Them kështu sepse Blu shumë shpejt edhe në sfidën e ardhshme politike do të kthehet edhe Berati, Bashkia e Beratit për herë të parë, e cila jo vetëm ajo, por dhe komuna tjera, por së shpejti edhe Bashkia e Tiranës. Po dëgjojmë zhurmat kohët e fundit. Me kurajon që mendoj që kam, eftoj personin që dije ishe veshur me tuta sporti, e donde të futej në tunel, në errësirë, po pati kurajo dhe guxim, megjithse ligji e ndalon, unë jam i pari që e le mandatin e deputetit, sepse jam mësuar me pakun dhe jo me rrogë të majme, të vi këtu dhe të thoj jap doreqe, ti marrin lejet e gjatit, jap doreqe, e le mandatin në qoftë se në të gjithë qarkun e Beratit, na s'ka pari, e deri në kutinë e fundit në Kuçov, nuk del ai rezultat. Por unë po ju them që humbja erdhi nga i vogli, për shkak dhe erdhi nga Berati. Para një vit e gjysmë, një lider historik i cili dhe 4 vjeçarin tjetër do të jetë kryeministër, spikati dhe vlerësoi vetëm një element, elementin popularitet. Gjë që dhe ju, zonja kryetare, në emisionin Klan para zgjedhjeve, thatë për këtë element popularitet dhe u duk në rrethin e Beratit dhe në qarkun e Beratit. Dhe jam i bindur që në zgjedhjet e ardhshme e ftoj në duel Partinë Socialiste dhe këta të tjerë që Bashkia e Beratit dhe komunat do të kthehen për herë të parë në blu, nga një njësi vendore që ka Berati, do të marrin 5-6 njësi vendore. Para 2 ditësh, rastësisht në njëna mediatoja pash një film, ata ishin 4. Film shqiptar. Dhe më vajti mendja te Ngjela, Gjinushi, kanë të përbashkët gjën ata, dhe te Erionët, i vogli dhe në Athenançi. Dhe të 4 kanë vendosur të dalin partizan, të marrin çadrat, çantat e shpinës dhe thonë do shpërthejmë depot. Do hapim kutit me fisheka, ku diun çka kanë. Dhe pyesin njëri tjetrin, i thonë, kush është Ajduti? Ajdutin e kanë midis tyre. Thonë që kush është spiuni? Midis tyre kanë.
por përsëri duke bërë protesta sa në Berat, në Tiranë, në Korçë, në Shkodër, në sallat të mbyllura, e me pak veta thonë dhe këta 4 jemi pak thonë. A ka mundësi të shtohemi? Të bëhemi dhe 5, dhe unë i them, takohuni me Milon, puthuni me Milon se asgjë s'keni në ato kuti. I gjati, kohët e fundit, e duhet pak edhe humori, ngeli duke thënë, Basha Oldashi, se qa ka me këta 2 njerës, o ikën votat nga këta, pra 2 ministrat më sukseshëm të qeverisë parë dhe të tanishme. Dhe unë duhet të them, nuk është faji i këtyre, po faji është i atyre që janë sot qeveri me ne, të cilët në 2007 e mbështetën të pabesin dhe e lanë që ta mbante gjethen gjitur, se t'jeni sigurt ju tani që këta janë me ne, në 2011 do t'i bjej gjetja dhe do t'i prishet megafoni. Sot unë do flisja me letër, por nuk flas me letër, i them të voglit, kur të vi, se do vi, s'ka që bez dhe geli pa rog, kur të vi këtu, mos të flasi me letra, se merë ca shifra në për ministrira, se parti me zëmër të madhe kjo, njerëzit e ti të afërt i manë për punë dhe në gjandej merë, të Partia Demokratike të Ministrat, të vi të flasin pa shifra, të përballet dhe eftoj që gjithnjë sa tjeta i në qarkun e Berat dhe mos ndryshoj kandidimin, t'jeni të sigurt që do të ketë humbje. Është fati madh i të dyve ne që jemi në parlament, sepse po t'ishte majoritar, nuk do ishte këtu në parlament. Thash fati mirë i të dyve, por është dhe fati keq për atë që jemi përballje. Faleminderit. Faleminderit zoti Mali. Nuk ka asnjë lidhje me të majtën shqiptare, por ka lidhje me deputetët e krimit të organizuar, të cilët po e mbajnë peng, duke filluar që nga ylli polar i Tomorit i Skaparit, që s'ka lidhje me politikën, por me kasafortën, lejet e ndërtimit dhe paratë e pista bashkë me zotin Rama, duke vazhduar me të voglin e Beratit, i xhepave të Beratit, i kuqos të dënuar nga shteti italian me 101 vjet, duke vazhduar me Daden e Bares, Gjinushin e Bares, Ruçin e trafiqeve të jugut, të krimit të organizuar, të ekurit, për të cilët ka djeni dhe OSBE-ja dhe ambasada amerikane që në vitin 2002 me shkres, duke vazhduar tek Shalsi, i cili vazhdon të mbroj gjethen e fikut të Ramës, e mëtej në veri te polici në kohën e Partisë Demokratike, deputeti i Kuksit, i cili në mënyrë të habitshme u gradua drejtuesi lart policie në Gjirokastër, në Fier edhe në Shkodër, që ka djeni për krimin organizuar të trafiqeve të ndryshme të Gjirokastrës, Baret në Lushnjë e me radhë. Unë që po ju flas, vin nga e majta e ndershme, me 5 dajlar socialist, me test të Partisë Socialiste, ku mbi 3.000 të majt në Berat kanë votuar parti. Si ish drejtuesi i pushtetit lokal, ju informoj që vetëm me të ardhurat kam dyfishuar fuqi punëtore. Kam dhënë 94 bursa për studentët, si dhe investimen nga më të ndryshmet. Protesta e djeshme e opozitës nuk ka të bëj me cënim të autonomisë vendore, por vetëm për qëllime politike personale të zotit Rama, i cili kërkon që të abuzoj me taksat e qytetarëve të Tiranës, duke kërkuar fonde shtesë për tualete portative dhe çadra, qofte e pije protestash destabilizuese për rendin kushtetues. Zoti Rama, të drejtohem si deputet, si antar i Komisionit Sigurisë dhe për më tepër si një ish drejtues i policisë së shtetit, duke të kujtuar se ka ikur njerë e mirë koha e 97-s, koha kur Gjinushët dhe Caushët, Dadet dhe Baret, Ruçët dhe Mezanët, Kullat dhe Kateshët u turën kundër institucionet të shtetit, duke djegur e shkatruar gjithçka. Tani krau ju i armatosur ndodhet prapa ekurave dhe Shqipëria sot është në NATO. Këtë mos e harro e mos guxo të prekësh institucionet.
të fyesh që të provokosh policinë e shtetit si dije me baren dhe segmentet e tjerë që të vinë me qese plerash nga mbrapa, se atje ku e kanë vendin qeset e tua të zeza, atje do tjetë dhe fundi juaj politik. Lefter Maliqi, ordnoni, në 10 minuta. Ja, është mirë që të flasë vend të Ministrit të Mbrojtjes, kush u shpreh. Mirë, zonja kryetare, të nderuar kolegë deputet, fatikisht unë kisha vendosur për mos folur, pasi pas muajit korrik, kam folur rrallë dhe kisha vendosur që do të flisja mbas një feste të madhe, mbas datës 8 maj, ku së bashku me qytetarët e Beratit, qarkut Beratit, do të festojmë për herë të parë kthimin e qarkut të majt në qark të djathtë. Së dyti, dëgjova këtu, atë e kam me gjithmend, do ta shikoni dhe deklaratet e mia kanë qenë dhe janë publike dhe janë të provuara. Përveç Zotit, unë kam të shenjtë popullin, votën e tij dhe kushtetutën. E them këtë sepse që në moshën 14 vjeç jam mësuar me rregullore që po diskutojmë sot, me disiplinë, me zbatimet të ligjit dhe të mbaruar fakultet ushtarak ditën dhe jo kurse policore, zaller, shkollë me korrespondencë e tjera. Për kurse të tjera, korrespondencë apo mujore, 3 mujore, vjetore, kur të doni ja u rëndis. Së treti, u fol këtu për qeveri të keqe. Nuk ka gjë më të mirë për një opozit, të ketë qeveri të keqe. I keni të gjitha shanset që në 8 maj me votën tuaj të fitoni pushtetin lokal dhe është drejta juaj mbas fitores së pushtetit lokal dhe detyrimi dhe moral para njerëzve dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste që të kërkoni me protesta, demonstrata, në rrugë, në kodër, në mal, në lumë, në det, në liqen, ku doni të kërkoni rrëzimin e qeverisë. Mua më bëhet, u tha, këtu që sot është ditë e zezë. Për mua është dita më e bardhë që ekziston. Një qeveri e vogël, një qeveri në djetë, ku unë, si deputet, përveç kufizimeve të tjera, sa dola deputet, mu hoqën disa privilegje, që janë makina, shofer, sekretar. Dhe sot diskutoj për një privilegj të pa merituar për të hequr imunitetin, për të qenë të barabartë me banorë dhe një lloj si ta. Tani, realiteti në parlament dhe realiteti me njerëzit dhe votuesit tanë është krejt ndryshe. Realiteti, banorët dhe qytetarët në çdo cep të Shqipërisë thonë çfarë bëhet aty në parlament. Akuza, kundrakuza, sharje, fyerje, ndërkohë që ndryshe ndodh në realitetin shqiptar. Unë do ju them edhe për mua keni akuzuar, sepse ju djeg Berati, ju djeg mandati 3, sepse mandati 3 do të pasohet me mandat 4 2013, sepse mandati 3 i Beratit do të pasohet me 4-5 si vendore në APS në Partinë Demokratike në 8 maj, sepse e qark në 1 maj do të kthehet i djathtë në 8 maj, dhe Berati në 9 maj do të jetë një fest, sepse është mohuar një drejtë e qeverisë lokale për vite të tëra. Atë unë po ju them, keni thënë që mandati i Lefter Maliqit është mandat i pavlefshëm, i papërputhshëm me kushtetutën e gjitha me radhë. Dhe unë po them, verifikojeni, këtu keni në 18 maj në lexuar emrat edhe nga Edi Rama, edhe nga Sali Berisha. Datë 22 maj ka filluar fushata. Në 19 maj në mediat lokale është bërë dorëheqje publike në gjitha mediat lokale në rreth e Berat si kryetar komune. Dhe mbas asaj date nuk ekziston asnjë firmë nga mua si ish kryetar komune. Këtu keni deklarata dorëheqjes që është me numër protokolli 324 dhe mbas kësaj, mbas dietit të Këshillit të Komunës, vendosi dhe njoftoi prefektin, ministrin e Brendshëm, KQZ-n, Këshillin e Ministrave dhe më pas kur u bëra deputet Komisioni i Mandateve për vlefshmërinë e këtij mandati. Zonja kryetare, unë doja të them që në Berat dhe në Kuçov janë 15 njësi vendore. Në 2007 vetëm një komunë të vogël ka pas Partia Demokratike, 14 bashki dhe komuna Partia Socialiste. Ndodhi një çudi, gallupi dhe sondazhet të tjera e nxili me 2 deputet Beratin.
por dolën me 3. Pse doli me 3? Sepse ai popull kërkonte një përfaqësim dinjitoz në parlament. Dhe pse doli me 3? Sepse ai popull u vlerësua, ajo mbështetje u vlerësua vetëm nga njëri që quhet Sali Berisha, dhe kjo me njohje e atij populli e shpar, dhe me fillim në ajri, dhe në rrugë nacionale dhe kudo. Dhe unë ju ftoj juve, mbas 10 ditësh, për të parë me qenë se bëni krahasime me Egjiptin apo me Libin, doni ju të vini mbas 10 ditësh në një rrugë 900 milionë një fshat që quhet La Pardha e blu, se 200 vota ka pas Partia Demokratike dhe është me 1100 tani. A doni të vini të shikoni se si ai popull, me orkestër, me këngë, me valle, me lule, se si buçet në zemra për një njohje për punë të Beraj. Është një rrugë që është më mirë se të gjitha rrugët e qendrës së kryeqytetit shqiptar, i cili do të kthehet në blu në 2009, në zgjedhjet e 8 majit. Zonja kryetare, do lexoj një deklaratë dhe këtë deklaratë duhet të protokollohet dhe të çohet institucionit prokurisë përgjithshme apo institucione të tjera. E nderuar zonja kryetare, nderuar kolegë deputet, para se të shpreh qëndrimin tim rreth temës së imunitetit, që duhet apo nuk duhet të gëzojmë ne deputetët, temë sa ka që mbetur në diskutim, nëse ky imunitet duhet të kufizohet apo të qëndrojë i plot si deri më sot, duhet të rikthehem sa prapa në kohë dhe pikërisht 28 qershori e vitit 2009, ditën kur mora votbesimin e zgjedhjeve të mi për të qenë prezant në këtë sallë parlamenti si deputet i qarkut Beradit. Në karrierën time modeste politike, 28 qershori shënohen të dytën herë të daljes sime përpara zgjedhjeve dhe të marrjes së votbesimit prej tyre. Për herë të parë votbesuar për të qenë kryetari i komunës më të madhe Otlak Berat në 18 shkurt të vitit 2007. Përmendjen e këtyre realiteteve solla për të thënë se e njoh dhe vlerësoj peshën e votës popullore me menjoje, me përgjegjësi dhe përgjegjësi maksimale, por dhe për theksuar se nuk është as në natyrën dhe as në karakterin tim të rikthehen tek zgjedhësit e mi në prag të përfundimit të mandatit, për të rikërkuar një mandat të dytë, ndërkohë që nuk kam qenë pjesë e tyre parlamentare dhe për më keq, duke qenë një qenie politike imunizuar nga dëshkimi ligjor. Në thonjza kuptohet për raste që lidhen me shkelje ligjore, nga që ne, me shumicën e votave tona, kemi imponuar qenin në fuqi të një ligji që unë gjykoj se nuk na afron por na largon prej zgjedhjeve tanë. Realisht unë ndjej këtë distancë pavarësisht se gjithmonë kam qenë mes të elektoratit tim, duke gjendur në të mirën të keqe në gëzim e fatkeqësi, duke bërë gjithçka mund të bëhet brenda rregullave dhe ligjeve të shtetit, për të ndihmuar në problemet jo të pakta që ata kanë. Me aktivitetin tim të përditshëm, politik e social, kam kthyer shpresën tek ta. I kam bërë të mendojnë sikur ekziston dëshira e mirë, mirënjohja dhe respekti për votbesimin e tyre, shprehjet e bukura të teksteve që shoqërojnë postrat e fushatave elektorale mund të kthehen në realitet. Të nderuar deputet, u përmenda shkurtimisht realitetin e mësipër për të bërë të qartë ju dhe gjithë opinioni publik një gjë shumë të thjeshtë dhe pikërisht faktin se unë, deputeti Lefter Maliqi, e konsideroj veten si çdo njeri nga ata, pra zgjedhësit e mi, për të theksuar gjithashtu të vërtetën se sipërmarrja ime politike nuk erdhi si derivat i ndonjë skeme, si investim i ndonjë klani apo lobingu të pamndeshëm, e as si një rekomandim underground, por si një nevojë e domosdoshme e komunitetit që unë përfaqësoj si produkt i tij. Votën e lirë, unë e shoh si të vetme rrugë ligjore e demokratike për të shënuar pushtetin. Ndaj dhe dënoj me forcën e moralit tim çdo formë tjetër që nuk ka të bëjë me votën e lirë, por më tepër dënoj me forcë dhunën, të cilën e vlerësoj si mjetin më të dënueshëm dhe më të papranueshëm për të shënuar pushtetin, duke qenë i orientuar pikërisht nga ato principe universale për gjitha shoqëritë që sot gëzojnë demokracinë e vërtetë. Unë kam ndërtuar një raport veçantë me zgjedhësit e mi bazuar në sinqeritetin për kushtimin e menjohen kur jam dalë nga ata. Kjo më bën ta konsideroj suksesin e fitores në zgjedhjet lokale të 8 majit 2011, por edhe ato në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2013. Jo një sfidë, por si një garanci e padiskutueshme e të ardhmes. E konsideroj sukses të garantuar të së ardhmes time politike, pasi si deri më sot do të vazhdoj ta konsideroj veten jo të imunizuar, por të hapur ndaj ligjit si çdo kush prej votuesve që më ka votbesuar. Dhe po ju vjen në dieni që kontrolli i lartë i shtetit nga këta, kur nuk kanë qenë kryetar komune, 3 herë ka ardhur. Ndërkohë që në Bashkinë e Beradit s'ka ardhur asnjëherë dhe 3 herë i pastër si kristali, si ata banor që më kanë votuar, do votoj 2011 dhe 2013. Të barabartë me gjithë kënd dhe të ndëshkueshëm në rast se hyjnë në hak interesave të zgjedhjeve dhe ligjeve që ne i kemi votuar, për të mbrojtur këto interesa shumice që janë shumë herë më të vlefshme se interesat e vogla që na garanton prania e imunitetit parlamentar. E nderuar zonja kryetare, nderuar kolegë deputet, pa dashur të zgjatem më tej, duke shprehur qëndrimin tim vendosur, përfitoj nga rasti i diskutimit rreth qëndrimit që duhet mbajtur ndaj imunitetit deputetit për të bërë publike nëpërmjet kësaj deklarate dorëheqjen time të parëvekueshme ndaj çdo lloji imuniteti që gëzon mandatit deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, e theksoj, çdo lloj imuniteti nuk janë për kufizime të pjesëve të tij,
pasi e theksoj, dëshiroj të jem i barabartë para ligjit si çdo kush tjetër përgjegjësit e mi, i cili me 28 qershor të vitit 2009 ka votuar që unë të jem këtu, në të sallë parlamenti, i mandatuar për të fajsuar ata zgjedhës, por jo duke qenë mbrojtur artificialisht nga imuniteti ligjor. Nuk më pëlqen ky imunitet mbrojtës, sepse nuk është në principin e jetës të karakterit tim dalë jashtë ligjeve që ndëshkojnë cili do prej zgjedhësve të mi. Kur ata i shkelin ato, kërkoj mosqenën e këtij imuniteti dhe jo kufizimin e tij, pasi duhet të jem një lloj të ekspozuara para ligjit. Personi, banesa, makina e çdo gjë tjetër që ka të bëjë me mua. Duhet të jem si çdo qytetar i lirë i këtij vendi, pasi më pëlqen ta konsideroj veten pjesë e atyre shqiptarëve të cilët, sikurse citon një poet gjerman, u japin me qef adeut, gjak dhe gjithçka, nga që nuk dëshiroj as pak dhe përbut cili do prej tyre që japin me qef. Faleminderit zoti Maliqi, fjalën